تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Të gjitha lavdrimet I takojnë Allahut, dëshmoj se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut një, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Lavdrimet, nderimi dhe shpëtimi I Allahut qofshin me të, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë ata që e ndjekin me punë të mira deri në ditën e gjykimit më pas. Robërt Allahut, ruajuni zemrimin të Allahut dhe dijeni se dhurata më e madhe dhe nimeti më I madh të cilin u ka dhuruar Allahu robërve të Tij është që u ka dërguar atyre të dërguar, si sjellës të lajmeve të mira dhe si paralajmërues. Bashkë me ta ka zbritur libra që të gjykojnë mes njerëzve për çështjet për cilat ata nuk pajtoheshin. Ndërsa për të dërguarve që kanë pasur pozitën dhe vlerën më të madhe, që kanë pasur ndikim më të fuqishëm dhe mesazh më gjithëpërfshirës, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu e dërgoi si udhëzues për të gjithë njerëzimin. Me të e përmbylli dhe e volosi dërgimin e profetëve. E dërgoi pas një ndërprerje të vargut të dërguarve, në një moment ku njerëzimi ishin në ekstremin e nevojës për dritën e mesazhit hyjnor. Allahu përmes Muhamedit udhëzoi njerëz dhe shpëtoi nga humbja, bashkoi përmes tij pas përçarjes dhe dha pasuri përmes tij pas skamjes dhe njerëzit në saje të dhuntisë Allahut u bën vëllezër në fenë e Allahut bashkëpunues. Atëherë ju përulën umetet e tjera kësaj feje, ndërsa ata që u kapën fort për të, u bën shenjë e bardhë në ballin e historisë. Përderisa umeti Islam ishte I kujdesshëm në zbatimin e ligjit të Allahut, përderisa este në çështjet e ibadeteve dhe raporteve mes njerëzve, sipas udhëzimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai ishte umeti I qartë, fitimtar dhe I ndihmuar. Por kur ndodhi në këtë umet ajo që ndodhi, kur ata devijuan nga kjo rrugë, ndryshoi gjendja, armiqësia u fut brenda midis tyre, atyre u zbritën armiq si pushtues dhe u bën si shkuma ose si mbeturinat e fishkura që mbesin nga rrjedhja e vërshimeve. Mbi ta u vërsulën umetet e tjera dhe u përçan nga dëshirat dhe tekat e tyre. Këtij umeti nuk ka për t'u rikthyer madhështia e vazhdueshme dhe krenaria e qëndrueshme, përveç se kur t'i kthehen si individ dhe si popull fesë së tyre me të cilën arrihet krenaria. Nuk ka për t'u kthyer dhe për t'u rikthyer krenaria, përveç se kur ta zbatojnë këtë fe me fjalë, vepra, bindje dhe synime në përputhje me udhëzimin që është transmetuar nga I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij të nderuar. Ndërsa kusht për të qenë zbatimi I plot, kusht për të qenë zbatimi I fesë I plot, është që të mos lejohen ibadete dhe festa fetare, përveç atyre që janë transmetuar nga I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sepse njerëzit janë urdhëruar vetëm për ta adhuruar Allahun, duke ia kushtuar pastër atij adhurimin dhe duke ia kushtuar pastër atij gjithë fenë dhe duke qëndruar larg besnitnive dhe idhujtarisë. Kushdo që mundohet t'i afrohet Allahut me një ibadet, kushdo që mundohet t'i afrohet Allahut me një ibadet, me një rit fetar që nuk e ka kërkuar Allahu, vepra e tij nuk I pranohet, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd." Kush e bën një vepër që nuk gjendet në fenë tonë, ajo I refuzohet. Vepra e tillë në syt e shariatit llogaritet bidat. Dhe secili bidat është dalalet,
pra është devijim dhe humbje. Pra me këtë profet, Allahu e ka plotësuar dhuntin ndaj nesh dhe ka përsosur nimetin. El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot ju përsosa fen tuaj, e plotësova dhuntin time ndaj jush dhe jam i kënaqur me islamin për fen tuaj. Ky ajet i çmuar ka zbritur në një ditë shumë të madhe, në një rast shumë të madh. I ka zbritur ditën e Arafatit, kur profeti sallallahu alaihi wasallam ishte duke qëndruar në Arafat në haxhin e lamtumirës. Ky ajet ishte një lajmërues për plotësimin e fesë. Dhe ishte gjithashtu lajmërues për kotësinë e secilit bidat në fe. Gjithashtu, po sepse feja është e plotë, sepse feja është e plotë dhe nuk ka nevojë për shtesa. Feja është e plot, nuk ka nevojë për shtesa, sepse përndryshe nuk do të ishte i plot, por do të ishte i mangët. Sepse përndryshe kjo fe nuk do ishte e plot, por do ishte e mangët. Dhe vërtet rreziku i bidateve është shumë i madh, për shkak të pasojave që lidhen me to, siç janë humbja e fesë së vërtet. Humbja e fesë së vërtet. Nëse lejohen bidate, do të humbet feja origjinale. Zhdukja e simboleve të saj dhe shuarja e dritës së saj. Gjithashtu për shkak se çon në përçarjen e muslimanëve. Për shkak se çon në përçarjen e muslimanëve, shprishjen uniteti dhe fjalës së tyre dhe këputjen e safit të tyre. Sepse pasuesit e bidatit kanë mospajtime të shumta midis tyre dhe ata që të gjithë janë kundërshtar të pasuesve të së vërtetës, atyre që thrasin për ta ndjekur sunetin dhe që e mbrojnë sunetin. Prandaj ka ardhur ndalim i jashtëm kundër bidatit me shprehje të drejtë për drejtë në mënyrë të prerë dhe pa bërë asnjë përjashtim. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka bërë përjashtim në ndalimin e bidatit dhe në hutbet e tij thoshte: "Wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar." Çështjet më të këqija në fe konsiderohen risit. Çështjet më të këqija në fe konsiderohen risit. Çdo risi është bidat, çdo bidat është dalalet, pra nuk ka bërë përjashtim, ka thënë çdo bidat është dalalet, domethënë humbje, dhe çdo dalalet çon në zjarr të xhehenemit. Kështu profeti sallallahu alaihi wasallam e ka rrëzuar poshtë secilin bidat dhe e ka kërcënuar secilin bidatçi, Allahu na ruaj. Vëllezër të mi, pjesë e bidateve është një vepër që e kanë shpikur disa njerëz lidhur me muajin Rabi' al-Awwal, në cilin jemi edhe ne tani, dhe ai është bidati për festimin e Mevludit Nabawi, që në përkthim i bihet festimi i ditëlindjes së të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Ata mblidhen në natën e 12 në xhami ose në shtëpi dhe dërgojnë salavate profetit sallallahu alaihi wasallam me disa forma të shpikura të salavateve, lexojnë tekste dhe vargje lavdëruese për profetin sallallahu alaihi wasallam, me të cilat dalin në ekstrem, ndalin në atë ekstremin të cilin e ka ndaluar vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Kjo në rastet më të lehta të festimit të këtij bidati. Disa përgatisin krahas kësaj edhe ushqime dhe e gdhin natën, duke e humbur kështu kohën dhe pasurinë dhe duke e lodhur trupin për vepra të cilat nuk i ka lejuar Allahu dhe as i dërguari i tij, dhe të cilat nuk i kanë vepruar halifet e drejtë dhe as sahabët e tjerë dhe as muslimanët në 3 gjeneratat e para, 3 gjeneratat e dalluara të islamit, dhe as pasuesit e tyre me punë të mira. Sikur të ishte hajër, sikur të ishte feja, kjo fest hajër, ata do ta vepronin para nesh. Sikur të ishte hajër, Allahu nuk do t'ja humbte të parëve të këtij umeti mundësinë për ta praktikuar këtë hajër, duke qenë në mesin e tyre halifët e drejtë dhe imamët prijes të dijes. Allahu nuk do t'ja pengonte këtë hajër të parëve të këtij umeti, sikur të ishte Mevludi hajër. Pastaj erdhën disa njerëz në shekullin e 4 të Hijretit dhe shpikën këtë bidat. Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu më shëroft,
në librin e tij Iqtida as-Sirat al-Mustaqim ka thënë: ajo që shpikin disa njerëz ose nga dëshira për të imituar të krishterët për Krishtlindjen, pra për të imituar ata që festojnë lindjen e Krishtit, ose nga dashuria dhe madhrimi për profetin sallallahu alaihi wasallam, duke e bërë ditëlindjen e profetit sallallahu alaihi wasallam fest, edhe pse dietarët kanë mendime të ndryshme për datën e lindjes së tij, është diçka që nuk e kanë bërë gjeneratat e para të Islamit. Duke qenë se kushtet kanë qenë dhe nuk ka pasur pengesa. Kushtet për ta festuar një gjë të tillë kanë qenë të mundshme dhe nuk ka pasur pengesa. Sikur të ishte një hajër i pastër ose diçka në të cilën hajri është më i madh se sherri, gjeneratat e para do ta meritonin më shumë se ne, sepse ata kanë pasur dashuri më të madhe dhe madhrim më të madh për profetin sallallahu alaihi wasallam se sa ne, dhe kanë qenë më të përkushtuar për vepra të hajrit se sa ne. Dashuria për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe madhrimi i tij gjenden vetëm në ndjekjen e rrugës së tij, në bindjen ndaj tij, në zbatimin e urdhit të tij, në ngjalljen e sunetit të tij, nga ana e dukshme dhe nga ana e brendshme, në përhapjen e shpalljes me të cilën është dërguar dhe në luftën për hir të saj me zemër, me dorë dhe me gjuhë. Shumica e këtyre të cilët i sheh të kujdesshëm për këto bidate, do t'i gjesh të pakujdesshëm ndaj urdhit të dërguarit sallallahu alaihi wasallam në gjërat që janë urdhëruar të jenë aktiv dhe energjik. Ata janë vetëm si puna e dikujt që e zbukuron mushafin, por nuk e lexon, ose që e lexon por nuk e ndjek. Përfundon citati i fjalëve të tij, Allahu e mëshiroft. Vëllezër besimtar, bidati i festës së Mevludit, i cili bëhet pra në këtë muaj Rabi al-Awwal, nuk ka kurfar baze në histori, sepse nuk është vërtetuar lindja e profetit sallallahu alaihi wasallam që ka qenë pikërisht në këtë natë. Mendimet e historianëve kanë divergjenca të mëdha lidhur me ditëlindjen e tij. Disa pretendojnë se ka lindur në ditën e 2 të këtij muaji, disa të tjerë thonë në ditën e 8, disa thonë në ditën e 9, disa thonë në ditën e 10, dhe disa thonë në ditën e 12, dhe disa thonë në 17, dhe disa në ditën 22. Këto janë 7 mendime dhe për asnjërin prej tyre nuk ka argument të qartë që mund t'i japin përparësi mbi tjerave. Kështu që mbetet specifikimi i datës brenda këtij muaji gjë e panjohur. Edhe pse ka dietar bashkëkohor që kanë rënë në përfundim se është dita e 9. Kështu, përderisa për bidatin e Mevludit nuk ka bazë në histori, pra nga aspekti i datës, për të nuk ka bazë as edhe në fe, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam tham nuk e ka praktikuar, nuk ka urdhëruar të bëhet dhe nuk e ka praktikuar atë asnjë prej sahabeve dhe atyre që i kanë pasuar me vepra të mira. Ky është pra realiteti i Mevludit. Po të ishte i mirë, do të vinte për të një urdhër fetar, qoftë obligim, qoftë mustahab i pëlqyer, qoftë në Kur'an, qoftë në Sunet. Po ta kishte vepruar profeti sallallahu alaihi wasallam qoftë edhe një herë gjatë jetës së tij, qoftë edhe një herë të vetme, atëherë do ta nisnin veprimin e tij më pas halifet e tij të drejtë, të cilët janë më të dijshmi të këtij umeti për fenë e Allahut, dhe do të na paraprinin në këtë vepër të parët tanë të drejtë. Zanafilla e festimit të Mevludit ka qenë nga shteti Ubejdi Baltini, i cili e ka anuluar shariatin, i ka nënçmuar dietarët e tij, i ka vrarë ata dhe i ka vrarë mes tyre dhe i ka rrjepur të gjallë, disa dietarë të mëdhenj të asaj kohe. Ata kanë pretenduar haptas se janë pasardhës të Fatimës, bijes e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kanë nisur festimin e ditëlindjes së profetit sallallahu alaihi wasallam dhe antarëve të familjes së tij, për t'i angazhuar njerëzit e padijshëm dhe për t'i mashtruar se gjoja këta e madhrojnë të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e tij. Kurse në realitet distancohen nga ai dhe nga familja e tij dhe i bëjnë kufër atij dhe fesë së tij. Por më vonë, kur zemrat e tyre i lidhen me pasion pas këtij bidati,
disa njerëz filluan ta mbrojnë dhe ta kërkojnë arsyetime dhe të hedhin dyshime. Për shembull, kanë përdor si dyshim faktin se profeti sallallahu alaihi wasallam e ka ligjëruar agjërimin e ditës së hënë. E ka agjëruar pra ditën e hënë dhe ka thënë ajo është dita në cilën kam lindur unë. Nëse nga ky hadith mund të kuptohet se është e ligjshme të festohet ditëlindja e profetit sallallahu alaihi wasallam një herë në vit, atëherë do të na paraprini në këtë kuptim sahabët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Si mund të ketë shpëtuar atyre ky kuptim dhe argumentim e t'i bëhet e qartë dikujt pas disa shekujsh. Më së shumti që mund të konkludohet nga ky hadith është se agjërimi i ditës së hënë, çdo javë gjatë vitit është diçka e pëlqyer, sepse e ka vepruar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe na ka rekomanduar. Sepse në agjërimin e kësaj dite ka disa urtësi, për të cilave është se e hëna është dita në cilën ka lindur, tjetra dita në cilën është bërë i dërguar ose që i ka filluar shpallja, dhe e hëna është dita në cilën i shfaqen veprat robërve të Allahut. Pra i ngrihen veprat tek Allahu çdo të hënë dhe çdo të enjtë. Kurse një prej arsyetimeve të tyre gjithashtu për ditën e Mevludit është se ajo është ditë që u rikujton njerëzve profetin e tyre. Është ditë që u rikujton atyre profetin e tyre. Dhe ne u themi, po a mund ta harrojnë muslimanët profetin e tyre sallallahu alaihi wasallam? A nuk e përsërisin emrin e tij në ezan 10 herë në ditë? Në secilin ezan përmendet 2 herë? A nuk janë salavatet dhe selamet për të në gjuhët e njerëzve? A nuk janë mexhliset e diturisë të mbushura me mësimet e hadithit dhe sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam? A nuk hapen hutbet e xhumas duke përmendur profetin sallallahu alaihi wasallam pas përmendjes së Allahut? E gjithë kjo si vërtetim për thënien e Allahut wa rafa'na laka dhikrak, dhe ta kemi ngritur lart emrin. Pastaj në këtë arsyetim prej tyre ka një nënvlerësim për pozitën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse analizojmë më mirë, arsyetimi i tyre nënkupton se përmendja e profetit sallallahu alaihi wasallam duhet të bëhet një herë në vit. Atë çfarë raporti keni me të gjatë pjesës së mbetur të vitit? A e harroni atë? A i ikni përmendjes së tij, mësimit të sunetit të tij dhe sirës së tij? Kurse disa thonë, të gjitha umetet dhe popujt e tjerë i kujtojnë dhe i përkujtojnë figurat e tyre të mëdha ditën e lindjes së tyre. Kurse ne jemi edhe më të denjë për ta bërë këtë gjë me profetin ton. Atyre u thuhet, ky umet do të shkatrohet duke imituar dhe duke i ndjekur gjurmët e umeteve të tjera. Si ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, ju do t'i ndiqni zakonet e atyre që kanë qenë përpara jush, pëllëmp për pëllëmp, krah për krah. Aqsa, edhe nëse ata futen në vrimën e dobbit, pra në vrimën e një hardhuese të shkëtirës, ju do t'i ndiqnit. Disa sahabe kanë thënë, o i dërguari i Allahut, a e ke fjalën për jehudët dhe të krishterët? Ka thënë, e kush tjetër. Prandaj nuk u lejohet muslimanëve të ndjekin rrugën e atyre as në besime, as në rritet fetare, as në morale. Ajo çfarë lejohet të marrin prej tyre janë vetëm gjërat për të cilat kanë nevojë nga çështjet e dynjas, të cilat janë të lejuara në shariat. Prandaj keni frikë Allahut, o robërt e Allahut, largojuni shkaqeve që tërheqin zemrimin e tij. Dhe dijeni se bidatet janë prej shkaqeve më të mëdha që tërheqin zemrimin e Allahut kundrejt robëve të tij. Allahu na ruaj. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر من الحكمة والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Dhe zot të nderuar, bidati në fe është më i rrezikshëm
se gjunahet e pshore. Bidati në fe është më i rrezikshëm se gjunahet që burojnë nga dëshira dhe epshet, për shumë arsye. Ndërto është se bidačiu e vendos veten në pozitën e ligjvënësit për krah Allahut. Ndërsa përcaktimi i adhurimeve, pra se çfarë është adhurim dhe çfarë jo, është një e drejtë që i përket vetëm Allahut, dhe për këtë arsye Allahu ka thënë: "Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah", a mos kanë ata ortak të cilët u kanë caktuar si fe atë që nuk e ka lejuar Allahu. Ndër arsyet është edhe se bidaxiu pothuajse nuk pendohet tek Allahu asnjëherë. Se bidaxiu pothuajse nuk pendohet asnjëherë tek Allahu. Sepse e sheh veten sikur është duke bërë vepër të mirë, duke u afruar tek Allahu dhe sikur po përpiqet të arrijë kënaqësitë e tij. Por fakti që njeriu e sheh veten në hajër, kjo ndjenja që njeriu e sheh veten në hajër, nuk i sjell atij dobi tek Allahu. Allahu i lartësuar ka thënë: "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala", thuaj, a doni t'ju lajmëroj për ata që më së shumti humbasin prej veprave të tyre? A doni t'ju lajmërojmë për ata që më së shumti humbasin prej veprave të veta? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Për ata përpjekja të cilëve ka qenë kot në jetën e kësaj bote, ndërkohë që mendonin se po bënin vepra të mira. Dhe mbi këtë kuptim është shpjeguar hadithi që transmeton Enesi radiallahu anhu, po thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë që Allahu ja ka penguar pendimin çdo njeriu që ndjek bidatin, derisa ta praktis bidatin e tij. Këtë ka transmetuar Taberaniu dhe Sheikh Albani ka thënë sahih. Pra, ndërsa shumë prej gjunaqtarëve pendohen, shumë prej atyre që ndjekin bidatin nuk pendohen, por vetëm ngulmojnë edhe më shumë në bidatet dhe çështjet e reja të shtuara në fe. Allahu na ruaj. Prandaj shmangni pjesëmarrjen në tubimet e mevludeve dhe shmangni madje edhe shikimin dhe ndjekjen e tyre në mjetet e informimit, sepse njeriu mund të sprovohet nëse i kushton vëmendje fjalëve të bidatçive. Për këtë arsye profeti sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që të qëndrohet larg prej tyre, ka urdhëruar të bojkotohen dhe të kihet shumë kujdes prej tyre. Kështu i ka thënë edhe Aishës radiallahu anha: kur ti shohësh ata që i ndjekin ajetet mutashabi që janë të Kuranit, ajetet të cilat nuk kanë kuptim të drejtë për drejtë të qartë, atëherë ka thënë këta janë ata për cilët ka paralajmëruar Allahu, prandaj ruhu prej tyre. Salavatet e Allahut qofshin mbi profetin i cili ka thënë: nuk kam lënë asgjë që ju afron tek Allahu e që nuk ju kam urdhëruar, dhe nuk kam lënë asgjë që ju largon nga Allahu e që nuk ju ja kam ndaluar. Walhamdulillahi rabbil alamin.